Të ardhurat për efekt të GDP-s vinë me një rritje. Këtu ka vënd pasaj për të thënë që kush janë këto të ardhura, se ne jemi në nivelin 27.5% të GDP-s për 28, ndërkohë që vetëm Kosova është poshtë nes. Dhe mesatarja e të mbledhura e të ardhurat atimore është në nivel minimal 35%. Dhe kjo ka një emër mbrapa, pse vinë këto? Këto vinë o ne paguajmë më pak se ka informalitet, o ke një administrat më të korruptuar, o ke një model biznesi dhe që është tradicional qik i nga dalë të javash që nuk të prodhon më shumë. Tek ne ekzistojnë të tre këto faktorë, janë domethënës. Pra, të tre këto faktorë janë prezentë në Shqipëri. Dhe informaliteti, dhe korrupsioni, edhe struktura e ekonomisë e deformuar ose e mbetur, e mbështetur në sot mbështetet vetëm në ndërtim dhe në turizëm, dhe gjithë të tjerat që janë turizmi është një shtyllë që mund të vazhdoj, ndërtimi jo është biles me risk shumë të madh, dhe nuk po arrim të performojmë, ndoshta edhe avash do bëhet, po nuk po arrim të performojmë me shpejtësi në teknologji dhe në energji. Kam filluar, po nuk po arrim të performojmë. Ndërsa si biznes jemi tërësisht pa përgatitur me çfarë po vjen. Në qoftë se i ke parasysh kapitujt, në këto kapituj është kërkuar që nga bizneset për efekt mbrojtjes dënave, për efekt platformave platformave digjitale që do përdoren, do duhet që të bëhen trajnimet, do duhet që të futet kjo si teknologji, do duhet që në një farë mënyrë bizneset kenë një përfaqësues të integrimit, sikurse e ka vetë qeveria dhe ne. Ne nuk njohim më rregulloret e BE-s, nuk dim hapat që do ndjekim. Pra, kjo është risk dhe oportunitet. Kushdo që përpiqet dhe e bën më para, fiton. Dhe ata që do ngelen mbrapa do kenë kostot pa. Cilat janë rrisjet? Çfarë ndodh nëse ne nuk bëhemi gati për atë moment? Çfarë rrezikon biznesi? Ne jemi në këtë gjendje që jemi. Por ecuria është e domosdoshme dhe s'ka rrugë tjetër. Pra siç është globalizmi, është dhe futja në BE. Pra platformat e-commerce, marrëdhëniet, pagesat online që lehtësojnë. Çdo lloj marrëdhënie me ndërkufitaret apo dhe me vendet Bashkimit Evropian dhe më tej janë marrëdhënie që në një farë mënyrë tani janë jo vetëm janë kusht, janë gjatë ekzistuese. Dhe ne po diskutojmë për të avancuar. Pra, e thënë ndryshe, përgjigje pyetjes tënde është që tuaj më fal, është që këtu jemi. Nëse do kërkojmë të bënim më mirë, jemi detyruar të arrijmë në një pikë tjetër dhe të performojmë me trajnime dhe me rregullore për BE-n. Konkretisht, nëse do themi çfarë duhet të bëhet me kapitullin 18, që flet për tatimet dhe për taksat. Është domosdoshmëri që vitin tjetër do duhet të bëhet transpozimi dhe kthimi i gjithë ligjit të VSH-s sikurse e ka BE. Pra ky është kusht për të bërë. Dhe BE ka, nëse ke 20%, shkalla reduktuar është 10%, ndërkohë ligji i të VSH-s ka lloj-lloj përjashtimesh, ka lloj-lloj fashash. Por kjo është kosto, duhet përgatitet i biznes, se sot që e ka pas 5%, nesër do ta ketë 20%. Sot që është i përjashtuar nga TVSH-a, nesër do të jetë i përfshirë në TVSH. Pra, duhet ata që kanë 20 do ta përgatiten për 10? Jo, ndoshta varet nga lloji i biznesit. Pra, te kjo pjesë patjetër që ka pasur gjithmonë politika fiskale nxitse. Për shembull, nëse do flasim për R&D, Research and Development, ju e dini shumë mirë që këtu nuk ka pasur dhe nuk ka politika fiskale që të nxisin. Ndërsa nesër edhe është projektuar që në 2026 që të bëhet një politikë e tillë që të ketë një fond që të jetë i përjashtuar nga taksat që vetë shoqëritë të nxiten në research ose në investime të tjera. Zoti Pendo, në tërësi, përtej faktit që do të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe biznesi duhet bërë gati edhe ekonomia duhet bërë gati. Duke pasur parasysh atë që kemi në mbyllje këtij viti fiskal, që është 2025. Ka disa aksione që ka ndërmarrë qeveria, por le të themi nisma, që ose mos ta etiketojmë aksione. Një prej tyre është ajo kundër informalitetit, veçanërisht në sektorin e pagave. Ka dhënë rezultat? Për të rikthyer tek ajo shifra që ju thatë, që ne kemi diku te 27% të GDP-s mbledhje të ardhurave. Le ta bëjmë pak më të gjerë për ta kuptuar.
kemi pas një nivel page minimale deri në mars 23 të 35.000 lek. Dhe nga prilli 23 dhe në vijim është me 20.000 lek. Sot kërkohet të aplikohet një pagë, pra në 2026 do aplikohet një pagë 50.000. Hajde edhe të diskutojmë tani se ky nivel page minimal në një farë mënyre është kosto, pra rritet niveli kontributeve dhe pagesave që duhen bërë. Edhe duhen bërë këto pagesa, sepse po ta shikosh raporti me kontributet sociale dhe me vetë pensionistët është bërë i tillë që nuk ka më fuqi punëtore për të punësuar, ndërkohë që rritet fasha e njerëzve që dalin pension. Edhe ky është një deficit dhe një risk i madh që ka thënë dhe FMN-ja. Po ne s'po shikojmë në atë aspekt, ne po shikojmë te aspekti ku jemi, që rritet kosto për biznesin, për pagën minimale. Dhe administrata e ka bërë këtë dhe herë të tjera dhe çfarë po kërkon? Po identifikon një industri, siç është ndërtimi, edhe po thotë në ndërtim ne e dim shumë mirë që de facto ekzistojnë të tjera nivele paga